Të gjithë të kafshët. Ferma VIP 2 vijon të jetë epicentra e emocioneve dhe surprizave në ekranin e Vision Plus, duke mos njohur asnjë moment qetësie teksa javët kalojnë. Me konkurrentë që paksohen dhe sfida që bëhen gjithnjë më të forta, loja po kalon në një fazë të re tensioni. Kështu tip kërcënuese, çfarë do kishte bëu, vetëm se jemi në kamp. Elinara, Andueli, Erandi dhe Big Basta, të cilët nuk arritën të realizonin me sukses sfidën gjatë prajmit të SHN-s, por edhe Frederik Ndoci, tashmë i nominuari i përhershëm, vijojnë të jenë në nethet e nominimit. Njëri prej tyre do të ndërpres sonte rrugëtimin duke humbur kështu mundësinë për të prekur finalen e madhe. Vendim ky që i takon publikut, i cili ende ka mundësi të votojë deri në nisje të spektaklit. Vlerësimin e merr gjithmonë për Konkurrentët shfaqin gjithnjë më qartë strategjitë e tyre të lojës, duke i dhënë edhe më shumë intensitet garës, ndërsa Ester Allushi dhe i përzgjedhuri i saj Andueli kanë shijuar privilegjet e dhomës së njëshit. Gjatë këtyre ditëve, një tjetër zarf ka mbërritur në fermë. Sfida që duket se her pas here vënë sprov fermerët. Në fermë ka patur edhe momente tensioni, prishje miqësish, fillime të reja, por edhe momente argëtuese. Zhvillimet e fundit që kanë shtuar tensionet në ferma VIP 2, por edhe shumë momente të tjera do të diskutohen sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe në 2 kanalet dedikuara të platformës Stream.